Qarimi radhës ka të bën me një fjalë e cila është e përhapur anë mban tokave tona, sidomos kur bëhet fjala për xhami. Në një fshat, me një lagje, me një qytet, për shkak të sistemit të urbanizmit në kohën e komunizmit dhe mungesës së planifikimit për xhamia në lagjet e reja, një pjesë e madhe e qyteteve tona kanë mbet pa xhamia në lagje të mëdha. Dhe normalisht nevoja me rikthimin e vetdijes fetare të popullit jon, nevoja për xhamia është e madhe. Dhe kur nis ndonjë iniciativë për ndërtim të një xhamie apo kërkesë trollit shtetënor për ndërtim një xhami, dalin muhabete mjaft me xhamia, neve na duhen shkolla, na duhen fabrika kështu muhabeti. Normalisht se ky muhabet nuk është i sinqert. Se këta njerëz që thonë mjaft me xhamia, na duhen shkolla, heshtën kur u prish shkolla u bë objekt tjetër, objekt katedrale. E tash pse atë nuk reagon kur u prish shkolla. Pastaj, do të çdo njeriu është individ i përbërë prej mendjes, prej zemrës, prej trupit dhe shpirtit. Çdo gjë ka nevojën e vet. Andaj nëse mendja ka nevojë për shkollë, emocionet, zemra kanë nevojë për ambiente emotive, trupi ka nevojë për sport, shpirti ka nevojë për faltore. Nëse është musliman ka nevojë për xhami. Dhe një kryetar i komunës, një prefekt i qytetit, do të ishte i mençur kur do të mundohet që individ dhe qytetarëve t'u mundson që të gjitha nevojat e tyre psikofizike ti realizojnë në vendin ku ai është domethënë përgjegjës për atë vend. Andaj nëse ka nevojë për xhami, xhami. Nëse ka nevojë për sallë sporti. Nëse ka nevojë për shkollë. Nëse ka nevojë për teatr. Përndryshe, si kena me sharuna që na për fshatra, përveç shkollës kanë bërë dhe pallate kulture. Pse në komunizëm janë mundu me zaventue nevojën e shpirtit për xhami me art. Dhe kanë bërë pallate kulture, ose pallate kulti, domethënë, që mundohet ta zaventojnë atë që është shpirtnore. Dhe për këtë shkak u themi neve këtu, nëse nuk jeni sinqert dhe të drejtë, fundit do të kryetari i komunës edhe prefekti i qytetit do të vepron konform dëshirave dhe nevojave të qytetarëve që kanë votuar atë. Nëse një pjesë e madhe e qytetarëve të dëshirojnë një gjë, ti duhesh të përgjigjesh asaj dëshire. Përndryshe, je diktator, je domethënë i dhunshëm kështu i popullit tan, nuk je i drejtë me ta. Dhe normalisht do të tash trendi gjithë botnor është luftohet padrejtësia, tirania dhe diktatorët. E subhanallah është për të çudit, këtë dunjon na përkrahim luftën kundër terrorit, dhunës dhe tiranisë, kur vere puna te na e heshtim e tolerojmë bile e përkrahim një mendsinë dhe imponimin e mendimit dhe jemi kundër shprehjes së mendimit dhe vullnetit të lirë. Dhe kjo tregon një farë lloj skizofrenie psiqike edhe politike edhe në sjellje të një pjesë domethënë e caktuar e popullit që normalisht është e dëmshme për zhvillimin e gjithmarrshëm të popullit tonë. Sidoqoftë, nevoja për xhami, kudo që është, duhet t'u jepet hapësira për të realizuar atë, dhe ajo me lejen dhe ndihmën e Allahut ka më ndodh, dhe normalisht kjo fe ka më ecë përpara dhe ky popull, pjesa muslimane e këtij popullit kanë me ju lidh fesë vet dhe kush na don kështu, domethënë let na don, kush nuk na don, let vdes me mllëfin që ka. Zoti e shpëlbet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.